Miqtë Prizmës, sot në Shkodër dëgjova 2 batuta midis njerëzve për punë zgjedhjesh. E mirë e keqe Shkodra me tipiket e saj, njerëzit e batutës dhe të humorit nxjerr vazhdimisht. Edhe sot dëgjova dialogun midis 2 burrave të moshë, kështu. Si puna ime ndoshta edhe më të mëdhenj. Që hajde merr vesh apo e kanë seriozisht apo po bëjnë shaka. Njëri prej tyre i thot tjetrit: "Na keni vjedhë zgjedhjet, na mytet ma si sa shuj komunistat." Thot, "Çfarë keni vjedhë ju, çfarë ka meti ju për me vjedhë? Morrata? Kur s'keni kur gjë, çfarë më vjedhë? A votat thot na keni vjedhë, thot, na keni vjedhë lirin. Pa jam marrë beqe, thot, që kena vjedhë gjë, veç një vjedhë ignorancën. Nuk është si lirë njeri që ka mungesë të jashtëzakonshme të djenive, me të ignorant. Në këtë pikë, si me tha, nuk po priça që po të kapeshin, ato se kishin mend mu kape njëri tjetrin, sigurisht e kishin të zgjidhur problemin. Por batuta ishte e qartë. Keqa të vjedhësh aty ku nuk ka asgjë. Për çfarë duhet vjedhësh? Ku është arsyeja për të vjedhur? Mungon arsyeja. Dhe se kanë mend askërkush që të vjedhë asgjë, sepse s'mund t'i vjedhësh një grupi njerëzish ose njeriu i cili nuk ka. Dhe kur nuk ke vota, për çfarë duhet të vjedhësh? Pse do të angazhohesh për vjedhjen? Për çfarë duhet të vjedhësh njerëzit që s'kan? I lën qeft vet në fund vet sepse ato mbeten atë varfërinë e tyre të jashtëzakonshme, sidomos varfërinë e tyre të votave. Ato që kanë le t'i mbajnë edhe kaq është. Dakord miqë mi?